Të nderuar besimtar, ja ku jemi sot, si pa kuptuar në xhuman e fundit të Ramazanit. Ayama ma'dudat, disa ditë të numëruara, thot Zoti i Gjithësisë. Disa ditë të cilat vërtet kaluan sikurse nuk ishin të plota. Kaluan sikurse ishin disa çaste, disa momente. Po kalon Ramazani, ky muaj i madh dhe i begat, ky muaj ku falja dhe mëshira e krijuesit ton është më e madhe se në çdo muaj dhe në çdo ditë tjetër. Muaj i bereqetit, muaj i mirësisë, muaj i vëllazërisë. Është ligj i Zotit në tokë që çdo gjë e cila e ka fillimin e tij do ta ketë edhe mbarimin e tij. Kaluan këto net dhe këto ditë me emocione dhe me ndjeshmëri ndryshe nga netët dhe ditët e tjera. Lutim Zotin ton që të kenë qenë ditët dhe netët më të mira për ne. Lutim Zotin ton që të ketë qenë ditë dhe net të faljes për ne. Lutim Zotin ton që të kenë qenë ditë dhe net ku të kemi meritu me mëshirën e Zotit, faljen e Zotit dhe xhenetin e Zotit Gjithësisë. Lutim Zotin ton që këto ditë dhe këto net të kenë qenë prej ditëve dhe netve ku Zoti i Gjithësisë ta ketë fshi prej nesh për gjithmonë emrin ton nga zjarri i xhehenem. O vëllezër, o musliman, kaloi Ramazani, kaloi pjesa më e madhe e këtij muaji dhe ka mbetur edhe shumë pak. Thonte është teravia e fundit. E nesër në mëngjes me lejen e Zotit, namazi i natës i fundit për këtë muaj Ramazan. Përfundon Ramazani, por nuk përfundon puna dhe vepra e mirë. Përfundon Ramazani dhe një kujdes i veçantë në këto net që ka mbetur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një fjalë të tij na drejtohet dhe na thotë: veprat e njeriut do të vlerësohen tek Zoti sipas përfundimit të tyre. Si tjetë përfundimi jot dhe imi, si tjetë mbyllja e kësaj jete për ty dhe për mu, ashtu do të shpërblehesh ose ashtu do të dënohesh. Veprat vlerësohen tek Zoti sipas përfundimit të tyre. Është përfundimi i çdo kujt, ai i cili cakton tek Zoti i Gjithësisë, a do t'jesh ti edhe unë prej banorëve të xhenetit dhe t'jesh fatlum, apo do t'jesh prej banorëve të zjarrit dhe t'jesh fatkeq. Allahu na ruaj nga një përfundim i tillë. A nuk na thot ne pejgamberi alayhis salatu wassalam se ai njeri i cili e ka fjalën e tij të fundit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ky do t'jetë prej banorëve të xhenetit. E po që ta thuash ti edhe unë fjalën e fundit, që ti ta kesh përfundimin me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, duhet jetosh me këtë fjalë. Duhet ecësh me këtë fjalë, duhet të veprosh me këtë fjalë. Për sa kohë që ne jemi gjallë dhe marrim frymë, askush prej nesh nuk e din përfundimin e tij. Askush prej nesh nuk e din a do ta mbylli librin e jetës së tij mirë apo keq. Prandaj ki kujdes, sepse veprat shpërblehen ose dënohen tek Zoti sipas përfundimit tënd. Nëse e mbyll me mirësi, atëherë do të shpërblehesh pafundësisht tek Zoti i Gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtohet një rast shokëve të tij duke i thënë: është një natë në netët e Ramazanit. Është një natë në netët e Ramazanit, në të cilën Zoti i Gjithësisë fal aq shumë sa që ka falur në gjithë netët e tjera. Në natën e parë ka fal qindra, në natën e dytë mijëra, në natën e tretë, në të katërt, në natën e 57. I thonë shokët e pejgamberit alayhis salam: o i dërguar i Zotit, a është kjo nata e Kadrit? Se ne dim që nata e Kadrit më e mirë se sa 1000 muaj. I thotë pejgamberi alayhis salam: jo, është nata e fundit. A nuk e ke pa, thotë, se si pronari e shpërblen punëtorin e tij në ditën e fundit punës,
mbyllet muaji, merr shpërblimin. Kështu thot Zoti i gjithësisë, në natën e fundit të Ramazanit, fal sa çka fal në gjithë netët e Ramazanit. Allahu na bof prej tyre. Zoti na bof prej atyre që e meritojmë faljen e Zotit. Dhe na bof Zoti prej atyre që jemi musliman të mirë, të sinqertë dhe të devotshëm, që jemi të përkushtuar deri në natën e fundit. Mos u dorëzo, edhe pak fare na ka mbetur. Sa e sa njerëz në këtë dunja jetojnë me shpresa ku thonë do të bëj gjunahe, e pastaj kur të plaken, risk Allah do të pendohen tek Zoti. Kjo është gabim i madh. Sa kemi parë ne që janë plak dhe se kanë parë në herë derën e xhamisë. Sa kemi parë ne që janë vjetër dhe nuk e dinë çfarë do të thotë la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Njeriu mundohet vazhdimisht që të jetë i lidhur me Zotin e tij në mënyrë që kur t'i vi përfundimi t'i vi i mirë. Dhe është një rrezik i madh fakti që ne nuk e dim cili do të jetë përfundimi jonë. A jemi sot në xhami? A jemi sot me besim? A jemi sot me iman? A jemi sot me namaz, me agjërim, me lutje, me dua, me Kur'an, me gjitha të mirat e Zotit? Na e ka bo Zoti rizq me qenë sot mirë. Ti nesër nuk e din si do t'jesh. Ti ndoshta nesër devion. Ti ndoshta nesër harrohesh dhe fare nuk përkujtohesh. Allahu na bëft të qëndruesh. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti rrotulluesi zemrave, përforcoje zemrën time në fen tënde. Askush për nesh nuk e din përfundimin. Dhe vallahi, është një hadith i frikshëm dhe i tmerrshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka prej njerëzve të cilët bëjnë mirë gjatë gjithë jetës tyre. Janë musliman, janë praktikant, janë devotshëm, janë kujdesshëm, janë të ruajtur, janë të kujdesshëm. Bëjnë mirë gjatë gjithë jetës tyre. E pastaj thot pejgamberi alayhis salam, ndodh ajo që e din Zoti dhe që e ka shkruajtur Zoti. Çfarë është ajo? Devijimi. Allahu na ruaj. Në çastet e fundit jetës devijon njeriu. Pasa kemi parë ne që janë xhamis, janë përkushtimit, janë namazit, janë taxhirimit, janë të kujdesshëm. Vjen një çast ikën e migrimi harron gjithë. S'kam kohë më fal, s'kam kohë më për kujtu Zotin, s'kam kohë për Kur'anin. Ndodh ajo që ka shkruajtur Zoti. Allahu e ka ditë që ky njeri do të devijojë dhe e ka shkruajtur. Dhe gjithashtu thot pejgamberi alayhis salam, ka prej njerëzve të cilët gjatë gjithë jetës tyre janë nxi, janë nxi në veprat e tyre, me harame, me idhujtari, me të keqe, me të padobishme. Dhe thot ndodh ajo që ka shkruajtur Zoti i gjithësisë që e ka ditë. Çfarë është ajo? Përmirësohet. Sa njerëz kanë qenë shumë të këqij. Sa njerëz kanë qenë ndoshta vrasës, kanë qenë përsekutues, kanë qenë shtypës, kanë qenë nënçmues, kanë qenë idhujtar, kanë qenë mohues, dhe ka ardhur çasti që ja ka hap Zoti zemrën dhe ka thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ja fshin Zoti gjithë kalumen dhe ja shton sevape. Dhe kthehet në rrugën e drejtë dhe përfundimi i tij është i mirë. Askush prej nesh nuk e din përfundimin. Prandaj o musliman, mos u kapni për Islamin vetëm në Ramazan. Mos u kapni për Islamin vetëm në këtë muaj, por le të jetë ky muaj sebeb për të vazhduar Islamin. Shumë mirë e dim, Ramazani është sebeb që shumë njerëz të udhëzohen, shumë njerëz të përkujtohen dhe të marrin rrugën e drejtë. E kjo rrugë e drejtë duhet vazhdojë deri në fundin e jetës tonë. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, keni frikën Zotit tuaj me një frikë të vërtetë dhe mos ju gjej vdekja. Dhe mos jetë çasti juaj i fundit vetëm se duke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu na bëf gjithë të qëndrueshëm. Sufjan al-Thauri, një dietar i madh, çante natën, çante ditën, i thanë po çka ke bë ti kaq keq që çan? A kaq shumë gjunafe ke bë? Dhe ai njihej për devotshmërinë e tij, njihej për adhurimet e mëdha që i bën. Tha vallahi nuk kam frikë për gjunahet e mia. E kishte një shkop në dorë. Tha se gjunahet e mia nuk peshojnë as sa ky shkop i vogël. Por kam frikë si do të jetë përfundimi im. A e kemi menduar ndonjëherë çfarë përfundimi do kemi unë edhe ti? Qëllimi jonë është që përfundimi jonë na gjej me milionët, që t'i lejmë pasardhësve tanë, që t'i ambushim barkun atyre, e thuaj tani jemi në Terezi. Tani e kemi në rregull. Mashallah, e sigurova shtëpinë për fëmijët. Alhamdulillah.
alhamdulillah, po a e ke siguru që do të vdesësh në rrugën e drejtë? A e ke siguru që kur të vdesh do të vi meleku, do të vinë me lajket me shefin për xheneti, dhe ta marrin shpirtin me butësi, dhe të thonë, ja, ayyatuhan nafsul mutmainna, o ti shpirti mirë, dil ke Zoti jot, Zoti i kënaq me ty, ti i kënaq me Zotin. Apo se dim fare këtë gjë, çfarë është kjo? Çfarë po thot kjo? Shtoj 0, 1 milion, 2 milion, 100 milion, 500 milion. Ja vallahi billah. Për këtë botë kanë rëndësi dhe do të punojmë inshallah, dhe do të arrisim buxhetin tonë që të kemi mundësi me ndihmu gjithë njerëzit. Kemi mundësi me sakrifiku dhe me ndihmu të varfrit. Ama kurse si mos e haro përfundimin tënd. Kurse si mos haro se do të dalësh para Zotit tënd dhe do të japësh llogari. Elusim Zotin ton që të na mbajë të qëndrueshëm në dinin e tij. Elusim Zotin ton që mos na bëjë që të devijojmë. Kijeni parasysh dhe mbajeni mend një fjalë. Thot populli varrini vesh në vath, apo vath në vesh. Thot mos lejoni askën që t'ju devijojë nga rruga e Zotit. Mos lejo askën që të devijojë nga rruga e Zotit. Mos thuj nuk vin xhami se është filani. Shkon xhenet Zotit, mos shkon xhami për filan. Mos thuj nuk vi atje se janë të këqij. Hajde bujrëm na bëj më të mirë. Ne jemi të hapur për gjithë. Mos lejo që diçka të bëhet sebeb me të largu dhe me të përzon dhe me të nxjerr nga xheneti i Zotit. Vallahi nuk ja vlen as për prindin tat me shku në xhenem, as për bashortën dhe bashortin tënd me shku në xhenem, as për fëmijën tat me shku në zjarrin e xhenemit. Sa ditë gjithë do të dalin vetëm para Zotit. Dhe gjithë me radhë, madje edhe pejgamberët e Zotit, do të thonë nefsi, nefsi, vetja ime, kam hallin tim sot. Nuk ka atë ditë. Allahu ka treguar dhe ka thënë, atë ditë nuk i bën dobi as fëmia prindit, as prindi fëmijës, as burri gruas dhe as gruaja burrit. Dhe as gjë, as një mik, as një shok, as një i fuqishëm në këtë dunja nuk do të bëjë dobi në atë ditë. Prandaj kapu fort pas fe Zotit me lëmball. Jemi në ditët që ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salam, që ka thënë do të vijë një kohë ku ta mbaj njeriu fen, do të jetë si të mbaj prushin në zjarr, prushin e zjarrit në dorën e tij. Dhe sot po shohim fitnes, prova të këqija ai shumë përhapura, saqë është vështirë njeriu me qëndru në rrugën e drejtë. Ama ka thënë pejgamberi alayhis salam, do të ketë prej atyre të cilët do të kapen pas traditës time, sikurse me dhëmball. Mos e lço librin e Zotit dhe mos e lço hadithin dhe fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu na fal dhe na mëshiroj gjithë. Allah i lartësuar na fal ne, prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarë dhe besimtarë kudo që janë. Zoti i gjithësisë na e boft të pranueshëm tek ai agjërimin ton, namazin ton, lutjet tona dhe çdo vepër të mirë të cilën ne e kemi vepruar. Allahu i lartësuar na i fal të metat tona dhe gabimet tona. Nuk ka dyshim se ne jemi të gabueshëm e Allahu i lartësuar është i lartësuar dhe i pagabueshëm. Allah na fal dhe na mëshiroft të gjithë. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.